Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin wa tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit me shpërflatet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshan. Të nderuar dëgjues dhe shikues, që përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës vlerat e mëshirës dhe të drejtësisë në shoqërinë moderne ku ne jetojmë. Shoqëria e sotme po ecën me hapa të shpejtë në teknologji, në komunikim dhe në zhvillim material, por paradoksalisht zemrat e njerëzve shpesh duken të lodhura, të mbingarkuara dhe të etura për qetësi. Jetojmë në një kohë ku njeriu mund të lidhet për sekonda me kontinentet e largëta, por shpesh nuk e gjen dot ngrohtësi në marrëdhëniet njerëzore pranë vetes së tij. Kjo krizë emocionale dhe sociale ka zbuluar një boshllëk të madh, që sjell mungesën e mëshirës dhe rritjen e padrejtësive. Pikërisht këtu, mësimet e fesë së pastër islame shfaqen si dritë dhe udhëzim, sepse Islami e ka vendosur mëshirën dhe drejtësinë në qendër të filozofisë së tij shoqërore. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, Allahu urdhëron drejtësinë, pamirësinë dhe ndihmën ndaj të afërmve. Ajeti 90 i surës Nahl. Ky ajet, të nderuar dëgjues dhe shikues, është kodi morali i përhershëm dhe i përkryer. Drejtësia në fenë e pastër islame nuk kufizohet vetëm në gjykata apo në ligje, apo dhe në kushtetutë, por ajo fillon në familjen e njeriut, në tregti, në fjalët që themi, në sjelljet që bëjmë dhe në mënyrën se si ne i trajtojmë njerëzit në shoqërinë ku ne jetojmë. Pa drejtësi, shoqëria shndrohet në një hapësirë ku i forti shtyp të dobtin dhe e padrejta fillon dhe normalizohet. Pa mëshirë, zemra bëhet e ashpër dhe marrëdhëniet thahen si një tokë pa ujë. Dhe për këtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte shembulli më i lartë i mëshirës së gjallë, teksa thotë: mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Pra, mëshira nuk është vetëm një ndjenjë e brendshme, por një detyrë morale që ka ndikim në botën shpirtërore të njeriut. Kur njeriu e mëshiron tjetrin, Allahu e mëshiron atë person. Ky është një sistem hyjnor i balancuar, një ligj i madh që ruan harmoninë e shoqërisë sonë. Ehli profetit Muhammed e thelloi dhe më shumë këtë vizion, teksa thuhet: Imam Aliu paqja qoftë mbi ta, i cili simbolizon mençurinë dhe drejtësinë, ka thënë: njerëzit janë ose vëllezërit e tu në fe, ose të barabartë me ty në krijim. Pra, ky mendim i lartë është një mesazh i jashtëzakonshëm për këtë botë ku ne jetojmë, e cila vuan nga ndarjet e pafundme, duke nisur nga ndarjet racore, politike, ekonomike dhe sociale. Islami e vendos njeriun para njeriut, nuk e vendos nga pozita, nga ngjyra apo nga statusi më lart se njeriu. Dhe ne kemi dhe hadithin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, teksa thotë që nuk bën diferencë i bardhi me të ziun dhe një njeri me një njeri tjetër vetëse nga devotshmëria. Pra, në fenë e pastër islame, ai që është i devotshëm, ai që ka shpirtin e pastër, ai që adhuron Allahun xhaleshanhu, ai person është i lartë tek Allahu xhaleshanhu dhe Allahu e krenon atë person. Në realitetin e sotëm, ku shpesh shohim bullizmin, izolimin social, varfërinë dhe padrejtësinë në shumë vende në botën tonë, gënjeshtrat dhe konflikte në familje, Islami e ngriz zërin pikërisht për këto probleme që hasen në shoqëri, u thotë: jini shëruesit e kësaj bote të plagosur. Allahu i madhëruar thotë: Bismillahirrahmanirrahim, ne ju kemi bërë një bashkësi të drejtë dhe të ekuilibruar. Ajeti 143 i surës Bekara. Kjo do të thotë se muslimani nuk është thjesht një individ që jeton për veten e tij, por ai është dritë për të tjerët, është shembull, është busull morale për shoqërinë dhe është shembulli në çdo situatë.
Mëshira dhe drejtësia nuk janë koncepte të vjetruara që kanë qenë në kohën e profetit Muhammed, në atëherë kur ka zbritur fjala Allahu xhaleshanuhu kujtesa, por mëshira dhe drejtësia janë koncepte që duhet të vazhdojnë deri në ditët e sotme edhe në vazhdim. Ato janë më të nevojshme se sa kurrë në ditët e sotme. Në një botë ku streset shtohen, ku papunësia prek zemrat, ku mediat nxisin krahasime dhe xhelozi mes njerëzve, dhe ku teknologjia ka arritur një distancë emocionale midis njerëzve, mëshira është ilaçi që ngron shpirtin dhe zemrën, ndërsa drejtësia është shtylla që siguron stabilitetin për shoqërinë më falje. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më i dashuri tek Allahu është ai që usill dobi njerëzve." Ky hadith e rikthen besimtarin pikërisht në misionin e tij të vërtet, ku besimtari dhe njeriu duhet të jetë i dobishëm, i drejtë, i moralshëm dhe i putë me të gjithë krijesat që ka rreth rrotull tij. Shoqëria moderne ka nevojë për njerëz që falin më shpesh, që ndihmojnë papritur shpërblim dhe që japin një fjalë të mirë, që ndërhyjnë për të mbrojtur të dobtin dhe që ecin me ndërgjegjje dhe kurajo. Allahu e përshkruan këtë cilësi teksa thot: Bismillahirrahmanirrahim, dhe shërbëtorët e të gjithë mëshirshmit janë ata që ecin mbi tokë me butësi. Ajeti 63 i surës Furqan. Ky ajet të nderuar dëgjues dhe shikues na mëson se bukuria e një shoqërie fillon nga sjellja e njerëzve, nga butësia e hapave të tyre dhe nga zemrat që japin pa llogaritur. Islami i intereson jo vetëm devotshmëria individuale, por i intereson dhe shëndeti i shoqërisë. Ai dëshiron një botë ku njerëzit e ndihmojnë njëri tjetrin, ku i padrejti ndalet, ku i varfri respektohet dhe ku drejtësia sundon në çdo derë. Shoqëria jonë do të ndryshojë vetëm kur të ndryshojmë ne vetat tona. Kur zemrat të zbuten, kur fjalët të pastrohen, kur padrejtësitë të luftohen me kurajo dhe kur mëshira të bëhet fryma e përditshme në jetën tonë, atëherë do të ndërtojmë një shoqëri të fortë, të drejtë dhe të përshkruar nga drita hyjnore. Dhe në fund të emisionit për ditën e sotme, do ju thoja hadith të ardhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, teksa thuhet se profeti Muhammed nuk është rastësi që ka thënë këtë, ai që nuk mëshiron njerëzit, nuk do të mëshirohet. Pra, nëse ti jep mëshirë dhe drejtësi rreth e qarkteje, ajo do të kthehet dhe ty mbrapsht. Pra të ecim me fjalën e Allahut xhaleshanuhu, të zbatojmë rregullat e Allahut xhaleshanuhu dhe fjalën e tij në jetën tonë të përditshme, dhe inshallah të jemi me të drejtën gjithmonë, dhe të jemi të mëshirshëm me veten, me familjen dhe me shoqërinë ku kemi rreth rrotull nesh. Në të momentet të nderuar dëgjues dhe shikues, si përshëndetje të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.